Mos them që ka qenë skuadra me më shumë finale, nuk jam fort i sigurt. Statistikave diku kam lexuar diçka të tillë, kështu që prandaj ata hynë për të fituar. Tjetër, flasim pak edhe për Spanjën, atë ekip që ashtu sikur se e thatë edhe ju, por edhe shumë analistë të tjera, po qoftë edhe kompanitë e basteve, e kanë kuotuar si më të avantazhuarën për të fituar trofeun e Kupës së Botës. Pse, çfarë e diferencon? Është brezi i ri që po rritet që është shumë premtues për të ardhmen, apo cila është pika më e fortë e kësaj skuadre? Spanja historikisht ka luajtur futboll shumë, po themi, estetik. Pastaj këto 20 vitet e fundit kanë dominuar futbollin, do thoya edhe futbollin botror. Shpesh herë Spanja, më kujtohet edhe kur kam qenë moshë vogël, kalonin grupet pa problem fare dhe pastaj në çerek finale ose ata u humbin ndeshje, do thoya ndonjëherë edhe pa fat. Kurse tash këto 20 vitet e fundit kanë bërë shkolla e tyre, është e jashtëzakonshme, sidomos dhe e Barcelonës. Kanë investuar dhe gjithmonë ke trim, ke grup moshat e reja, po shikojmë në Barcelonë me shumë lojtar të ri edhe nga akademia, dhe jo vetëm Barcelona, po në Spanjë shkolla e futbollit janë jashtëzakonshme, e kuptojnë futbollin dhe futbolli modern që është bërë me teknikën dhe me zgjuarsinë që kanë ata, e kanë arritur në një nivel shumë të lartë, kështu që nuk është edhe si jo vetëm unë, po shumë njerëz e thonë këtë gjë, që Spanja është favoriti numër 1 dhe këtë gjë e kanë merituar. Kështu që kanë skuadër 3, trajneri ka fituar edhe kampionatin evropian dhe i shoh dhe unë shumë lart. Por, siç e thash më përpara, mund të bësh një kampionat fantastik dhe në fund ditës mund të humbësh një ndeshje edhe ndoshta mund të pësosh gol, po themi pa fat ose ku diun, por nga ana cilësisë taktike, teknike dhe mënyra se si luajnë janë absolut